e ka transmetu nga Isa alayhi salatu wassalam dietar një fjalë. I ka thënë Allahu subhanahu wa taala Isa alayhi salatu wassalam, kur ti këshillosh njerëzit një herë ban e vet. E nëse nuk e ban vet një diçka dhe i këshillon njerëzit, të vënë marrë pi mua. Na vjen vëllazër neve marrë pi Zotit, donjëherë njerëzve mi thirr diçka çka vetë se vajna. A veç me fola muhabetja. Apo flasim na për burrat, flasim na për imanin, flasim na për gjërat e mëdha. E pse kur je i vogël? Pse? Çka do me kallëzu? Që ti të supozosh në imagjinatën e dëgjuesit që ti je i madh, por që nuk ka rregull. Çka do me kallëzu? Kujt do me çka me kallëzu? A e di që Rabbul Alamin s'e rrein? Po këtë asoj vëllazër, a nuk na vën marrë epizodet mi thon dikujt diçka, nuk na nuk e bojnë ata. A nuk me të thon ti njëri çka s'falet. Apo njëri nuk falet. E tash për shembull se fal as farzin. E ti të thot fali sunetet. Mu ti e fal farzin, ai sa fal as farzin. Çka i thu? Ti jo, ti do të vënë marrë me foldi mu këtu. Ti fal farzin mu kallzon, ai do me fal sunetin. Shikoj vëllazër, zakonisht njerzit tallën me njerin i cili thirr diçka që se ban. Tallën. Po ti po më kallzona? Po jo, valla. Po jam pikazë në kadal, apo do keni frikë Allah valla. Çfarë ki frikë apo? Hik morëm shehu dikon Allah. Hik morëm noi 40 perde e mbulesë. Uj, shefu dikon. Më kati për mua mshej, ka thënë alayhi salatu wassalam, rri shpitane kaj për gjunain tan. Çka kanë bërë disa njerëz vëzër? I kanë bërë gjunaçarët prijes. Ha? Ti, ti, a disa do Allah në pejgamberin sallam. Jo more, jo. Ai le ta doja Allah në pejgamberin sallam, po ne mshefët. Le të mshefët, le ta mloje marrën. Ama jo i dihet këtë gjunaj, publika din këtë gjunajin, i këshillon njerëzit. Kjo vëzër është turp. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa liya'lam Allahu alladhina amanu." Kam nxjerr pa Allahu besimtarët. Kam nxjerr Allahu xhan pa besimtarët. Allahu na bëj besimtarë ya Rabbul Alamin. Andaj vëzër njerëzit e kanë zakon. Jo, dikush thot, "A harama me këshillue njëri që ka bën gjunani tjetër?" Jo, nuk ka haram. Nuk ka haram. Apo, por shembull vëzër. Njeriu i ka dy urdhëresa dhe dy ndalesa. Urdhër për të bërë mirë dhe urdhër për ta urdhëruar tjetrin më të mirë. Ndalesa. Ndalesë për mos me bë keq, edhe ndalesë për ta ndaluar tjetrin. Katër janë. Apo, urdhër për veti, urdhër për tjetrin. Ndalesë për veti, ndalesë për tjetrin. Merrem me kështu. Apo, a ka drejt njeriu për shembull ta zona prindi piraki. Zona Allah na lut. Piraki. E tash për shembull me këto fjalë që i tham deri tash. Ki s'ka drejt djalit vetë më thon ti mos piraki. Jo, nuk ka çashtu. Sepse ki bën din ndalesa tash. Ndalesën te parë që ka piraki, edhe tjetra që se ndalon djalin e vet me piraki. Jo. Apo ndodh një herë që njeriu e bani gjuna, më po se le vladin. Apo e ka sprovu Zoti me gjuna, ti jo, ti jo. Pse? Se unë jam procedurë për me lanket. Unë e di që e keqe kjo. E tash vëllazë, mirë po dikush thot, e pse prindi? Se kjo autoritet taj. A kupton? Kjo autoritet, kjo prind taj. Kjo prindi, kjo fëmia. Apo, mirë, ti se ki kur gjon. Ti se ki kur gjon. Apo, ai e ka pi një gajbe. E ka pi një gajbe, edhe ven herë sillet kështu, herë kështu, apo moni vëlla. Allah veç nalu pak drejt se jam të mujt me të pa. A kupton vëllazë si shtallën njerëz me juve? Edhe me neve? Ani vëlla ngojet, ki po do me të kallëzu diçka. Po jo, vëlla, kisa të mojt vetën vëlla. Të pas që të livrit. E mirë, njëri thot, e pse baba? Po baba ai ushqen. Ai ushqen, thot gjunaja jemi, ama ti jo me bo. Sa njëri për shembull thot, unë e pi cigarën, ti jo. Pse? Shko ka lidhur. E thot, masi beban ti leje dhe djalin, jo. Unë e vaj për veti, kjo gjuna jemi, ama këta nuk e la. Pse? Sepse kam autoritet mbi ta. Kur kiti autoritet mbi ta, apo ki mundësi me vol. Mirë po, s'kiti autoritet mbi ta. E ç'është ki me ndalu vëlla?